Si është ai tani? Mirë është, mirë. Mirë. Ai është burr i fortë. Është burr shumë i fortë. Dhe uroj të jetë kështu sa më gjatë, edhe ta kesh sa më gjatë. Ti kesh të dy natyrisht sa më gjatë. Faleminderit. Di që dhe mami gjatë kohës që ti ishe brenda në shtëpi, pati një ndërhyrje. Falenderoj Zotit që kam vllajën dhe kam si drita, i cili është kujdesur shumë për ta dhe në momentin që do hyja në big, i kam thënë kujdesu për mamin dhe për babin se ata vetëm ne dy na kanë. Edhe ai është bërë copash. është bërë copash për prindit e tij, por edhe për pjesën time. Sepse unë nuk isha aty. Po, për atë periudhë që ti nuk ishe. Unë nuk isha aty prezent. Pse të mbushën sot me lodh? Po se dush vllajin. Edhe ai ka bërë gjithçka pa pranin time. Edhe nëse ata prindër jetojnë akoma, unë i kam vetëm për vllajt. I detyrohesh atij. Dhe sa mirë që jeta na sjell në tilla situata që të na jepet mundësia që t'i themi të gjithëve që ta duam njëri tjetrin, si në të mirë, si në të keq, sepse jeta na sjell në situata të vështira dhe mos kemi dashuri për njëri tjetrin, nuk e ndihmojmë dot njëri tjetrin. Edhe me që jemi te këto gjërat e thona kështu publikisht, duke qenë se mami dhe babi shumë të rezervuar, ata nuk është se të bën ndonjë surprizë brenda shtëpisë. Mbas edhe për shkak të problemeve shëndetësore të tyre. Si thua? Do ta bëjmë sot një surprizë nga ata. Do ta dëgjosh letrën e mamit? Po. Okej. I dashur biri im, në 3 tetor 1979, lindet ti zemra ime, edhe unë u bëra nën. Për herë të parë. Gëzim i papërshkrueshëm. Ishe një fëmijë kaq i bukur, kaq i qetë, kaq i urtë. Në moshën 11 vjeç shihnim tek ty një talent dhe dëshirë për muzikën, kështu që të dërguam në kurs privat për fizharmonik, cilin e kishim në lagjen ku banonim, dhe kursi drejtohej nga kompozitori i madh Aleksandër Lalo. Ke qenë një fëmijë i mirë, inteligjent, shembull në mësime edhe në shoqëri. Më kujtohen fillimet e tua në muzikë kur vjen në shtëpi bashkë me Florian Kondin. Karrierë që më pas mori rrugën e duhur pas ngritjes së studios në shtëpinë e Florit. Për mua, ke qenë krenari e madhe. Kur njerëzit më thonin se grupi juaj, West Side Family, ishte grupi më i shumë pritur dhe më i dashur nga publiku i gjerë, sidomos nga të rinjt. Dashuria dhe respekti për ju vazhdon edhe sot e kësaj dite pavarësisht mungesës së Dr. Florit, si ikon e grupit. Jam shumë krenare për ty, për virtytet e larta që të karakterizojnë, ndershmërinë, edukata, zgjuarësia, humori, respekti për tjetrin dhe pasuria më e madhe shpirtërore që ti tregon në marrëdhënie me të tjerët, pavarësisht moshës që kanë. Një karakteristikë jete e jotja është përkushtimi i madh që ke për familjen tonë, të madhe dhe në veçanti për familjen tënde të vogël. Ke një grua që të do shumë për te shtetësisë së saj, ke një vajzë të mrekullueshme si drita e diellit, ke një familje solide që e kanë zili shumë të tjerë. Gjua shqipe që përdor Bea dhe Artisja na e kanë lehtësuar shumë komunikimin, duke rritur edhe dashurinë dhe respektin që kemi për njëri tjetrin. Të dua shumë, mami. Tani unë vërtet thash që pik dobët kam babin, sepse është shembull i mashkullit që ti ke në jetë edhe e ke hidhull dhe do të bërë si ai, po mami im habuk veç. Është njeri jo i dashur, po sakrifikon, domethënë ajo të bën për vete, ajo t'i bën të gjitha, ajo s'ka fuqi të ri në këmbë, ajo të ri në këmbë. Domethënë nuk e di, a do bëhemi ne si këta, si ky brez, a do bëhemi ne si këta? Vështirë.
Dhe shumë e vështirë. E vuajti mami eksperiencën tënde në Big Brother? Them e vuajti se mendoj që vështirësia më e madhe për prindërin është kur të kritikojnë dhe të shajnë fëmijën. Patjetër se do të jesh protektiv. Një nga sikletet e mëdha kur isha atje ishte që si e përjeton mami. Dhe si e kishte përjetuar? Jo babi. Dhe si e kishte përjetuar? Se besoj keni folur këto ditë. Ashtu siç e kisha menduar. Keq. Shumë, jo keq, shumë vështirë. Shumë vështirë se nuk e kuptonte, nuk e pranonte. Domethënë gjërat që thuheshin kashime, ato akuza pa bazë, ato ku di un fiks tamam akuza, se ishin akuza të rënda shumë. Edhe Pra, ajo di shumë mirë. E ka vuajtur, pra, është Ajo lënduar. di shumë mirë se kush jam unë. Edhe ajo do të përballeshe po me me ekranin. E ka vuajtur, por e qetësonte shumë vllai, kështu që ai bën atë rolin e neutral gjës, i ka qetësuar. Ka mbajtur në kontroll.